Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova kërkon ndihmën e ndërkombëtarëve për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në loginë e Preshevës. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu ka bërë thirrje që çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Medveq dhe Bujanovc ta trajtojnë në prioritet në raport me Serbinë. Përmes rrjeteve sociale Xhiu shkruan se vërejtjet përfundimtare të Komitetit Organizatës së Kombeve të Bashkuara për eliminimin e diskriminimit racor ndaj Serbisë konfirmojnë shqetësimet e ngritura prej vitesh nga shqiptarët në Lugin dhe nga institucionet e Kosovës. Sipas Xhiut, pasi vizimi adresave përbën diskriminim dhe cënim të pranisë juridike të qytetarëve, duke mohuar atyre dokumentet, shërbime dhe sigurinë para ligjit. Kryeministri Albin Kurti bëri edhe një herë thirrje Bashkimit Evropian që Kosovës t'i jepet status i vendit kandidat dhe të hapen negociatat për antarësim. Në kuadër të ditës së Europës, në një ngjarje të organizuar nga zyra e Bashkimit Evropian ku ndahet çmimi evropian i vitit, Kurti tha se Kosova dëshmoi progres në ekonomi, demokraci dhe sundim të ligjit. Sipas tij, për Kosovën Bashkimi Evropian nuk është një realitet i largët, por një grup standardesh që duhen përmbushur. For Kosovo, the European Union is not a distant reality or a set of standards to be met. It is the natural home of our society, the framework of our reforms, and the future of our citizens that has already been chosen. More than 80% of our citizens support European Union membership, one of the highest support rates anywhere in Europe. We have made Ai është shtëpia natyrore e shoqërisë sonë, korniza e reformave tona dhe ardhmja e qytetarëve që tashmë është zgjedhur. Më shumë se 80% e qytetarëve tanë mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian, një nga nivelet më të larta të mbështetjes kudo në Europë, apelon Albin Kurti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata e lartë në Shqipëri filloi rishikimin e masave të arrestit me burg në bazë të ndryshimeve ligjore. Nga arresti shtëpiak, gjykata e lartë ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqite dhe ndalim të daljes jashtë shtetit, por ish kreun në Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj. Ajo akuzohet nga SPAK për abuzime me fondet e akshit. Pak ditë më parë, Kolegji i Bashkuar i Gjykatave të shkallës së lartë i la përgjegjësinë organit të akuzës të vërtetojë se masa alternative të sigurisë nuk do të jenë efektive gjatë fazës hetimore. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ndryshimin e ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publik, me 64 vota pro dhe 15 kundër ishte hapur rrugë harmonizimit me direktivat europiane që synojnë forcimin e pavarësisë, transparencës dhe profesionalizmit të Këshillit. Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut njoftoi se procedura për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit do të reformohet tërësisht me kritere më të rrepta për profesionalizëm dhe integritet. Ndryshimet e reja parashojnë që çdo vendim për zgjedhjen, avancimin apo masa disiplinore ndaj prokurorëve të jetë arsyetuar në mënyrë të detajuar. Këshilli do të ketë kompetenca më të mëdha dhe në zgjedhjen dhe shkarkimin e prokurorit publik shtetëror. Sipas ligjit, Këshilli do të mund t'i dorëzojë nismë kuvendit për shkarkimin e prokurorit shtetëror. Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Darko Konstantinovski, moi akuzat se ka përpjekje për cënimin e gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë për Klik Plus, Konstantinovski nënvizoi me së tjerë se gjuha shqipe është kategori kushtetuese. Askush nuk do ta prek gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është kategori kushtetuese ashtu sikurse është rregulluar me kushtetut, theksoi kryetari i gjykatës kushtetuese. Sipas Darko Konstantinovskit, ligji për përdorimin e gjuhëve është miratuar me qëllim të operacionalizimit shtesë të përdorimit të gjuhëve dhe se me të zgjerohet zbatimi në më shumë fusha. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.